Socialistët e Pogradecit festojnë së bashku festat e fundvitit. Antarët dhe simpatizatët e Partisë Socialiste të rrethit Pogradec kanë festuar së bashku festat e fundvitit në një atmosferë miqësore dhe bashkëpunuese. Në këtë aktivitet morën pjesë deputeti i Partisë Socialiste Bledi Çomo, kryetari i Partisë Socialiste për Pogradecin Erion Thëngjilli, kryetari i Bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli, si dhe përfaqësues të tjerë të strukturave socialiste lokale. Gjatë fjalës së tyre, deputeti Çomo dhe kryetari i Partisë Thëngjilli përcollën urimet për banorët e Pogradecit, duke shprehur dëshirën që viti i ri të jetë më i begat dhe me më shumë mirëqenie për të gjithë qytetarët. Deputeti Bledi Çomo falenderoi gjithashtu votuesit për mbështetjen dhe votvesimin e dhënë që i mundsoi të jetë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë. Dua t'ju uroj gjithë bashkëqytetarët e mi, pavarësisht se festat e sotme janë me forumin e Partisë Socialiste, po unë dua t'ju drejtojmë gjithë bashkëqytetarëve të mi, gëzuar festat e fundvitit, 2026 atë jetë një vit sa më i mbar për të gjithë Pogradecin, për të gjithë Shqipërinë, për të gjithë ne, por edhe për shqiptarët në diasporë, pse jo, se kanë qenë ata që me kontributin e tyre, me zërin e tyre, më kanë çuar në parlament bashkë me banorët e këtij komuniteti. Unë dua të shpreh një mirënjohje në këtë fundviti për të gjithë banorët, për të gjithë bashkëqytetarët e mi, për mundësinë që më dhanë për të qenë zëri tyre në parlament dhe besoj që ja kam arritur që zëri Pogradecit deri sot të dëgjohet në ambientet e organit më të lartë legjislativ të Shqipërisë, pa atje ku ligjet bëhen, parlamentet, duke kërkuar më të mirën për shqiptarët, më të mirët për banorët e zonës tonë elektorale që na kanë zgjedhur dhe për familjet tona. Gëzuar 2026-ën, një vit i mbar dhe i begat. Kam kënaqësi që në këtë ditë pra festas të fundvitit të uroj gjithë antarët e Partisë Socialiste, simpatizantët e saj, por edhe të gjithë banorët e qytetit Pogradecit për një vit të ri 2026 me gëzime, shëndet, mbarësi në familjet e tyre dhe sa më shumë prosperitet. Gëzuar për shumë vjet, paçi, vesh të mira dhe gëzime. Nga ana tjetër, drejtuesi lokal theksuan se viti 2026 pritet të jetë një vit riorganizimi për socialistët e Pogradecit në funksion të përgatitjeve për zgjedhjet vendore që do të mbahen në pranverën e vitit 2027 për kryetarin e Bashkisë Pogradec.